Zyrtarët doganor në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë zbuluar mallra të padeklaruar gjatë një kontrolli të detajuar në pikë kalimin kufitar të Vërmicës në ndyshimin për shkelje të së drejtës së pronësisë intelektuale. Gjatë kontrollit janë gjetur 2000 copë paketa cigare dhe 240 copë pije energjike, të cilat nuk ishin deklaruar nga pala në momentin e paraqitjes në pikë kalim. Mos e deklarimi i mallrave përbën kundërvajtje doganore e sanksionuar në bazë të nenit 251 dhe nenit 244 të kodit doganor dhe të akcizave të Kosovës, thuhet në njoftimin zyrtar të doganës së Kosovës. Duke qenë se bëhet fjalë për mallra akcizore, është ndërmarrë masa e konfiskimit të mallit dhe të mjetit të transportues në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi deri në përfundimin e procedurave përkatëse. Dogana e Kosovës përmes njoftimit të saj thekson se kontrollet e tilla janë pjesë e veprimeve të rregullta që synojnë parandalimin e kontrabandës dhe mbrojtjen e interesit ekonomik të vendit. Përmes së bashkëpunimit të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe agjësitë e tjera ligjzbatuese, por edhe me Policinë Kufitare të Morinit, po forcohen masat kundër veprimtarive të paligjshme që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe konkurrencën e ndershme në treg. Institucioni i doganës së Kosovës apelon tek qytetarët dhe bizneset si nga Kosova dhe Shqipëria që të respektojnë rregullat doganore dhe të akcizës, duke kujtuar se çdo tentim për fshehje apo mos deklarim të mallit përbën shkelje ligjore me pasoja administrative dhe penale.